Data 27 janar. Zanafilla, kapitulli 28. Atëherë Isaku thirrri Jakobin, e bekoi, i dha këtë urdhër dhe i tha: Mos u marto me një grua nga Kanaanët. Çohu, shko në Padan Aram, në shtëpinë e Bethuelit, atit të nënës sate, dhe merr për grua një nga bijat e Labanit, vëllait të nënës sate. Perëndia i plot fuqishëm të bekoft, të bëft pjellor dhe të shumoft, në mënyrë që ti të bëhesh një kuvend popujsh, dhe të dhënë bekimin e Abrahamit, ty dhe pasardhësve të tu, në mënyrë që ti të jesh zot i vendit ku banon si i huaj dhe që Perëndia ja fali Abrahamit. Kështu Isaku e nisi Jakobin që shkoi në Padan Aram te Labani, biri i Bethuelit, Arameo, i vëllai Rebekës, nëna Jakobit dhe e Esaut. Por Esau pa që Isaku kishte bekuar Jakobin dhe e kish nisur në Padan Aram që të merrte atje një grua, por duke e bekuar i kishte dhënë këtë urdhër duke thënë: Mos merr grua nga bijat e Kanaanit. Dhe Jakobi i ishte bindur të atit dhe nënës së tij, dhe ishte nisur për në Padan Aram. Kur Esau u bind se bijat e Kanaanit shiheshin me sy të keq nga Isaku, babai i tij, shkoi tek Ishmaeli dhe mori Mahalathin, të bijen e Ishmaelit, që ishte biri i Abrahamit dhe motër e Nebajothit, me qëllim që ajo të bëhej gruaja e tij përveç grave të tjera që kishte. Dhe Jakobi u nis në Bersheba dhe shkoi në drejtim të Haranit. Arriti në një farvendi, dhe aty kaloi natën sepse dielli kishte perënduar. Atëherë mori një nga gurët e atij vendi, e vuri nën kryet të tij dhe aty ra në gjumë. Dhe pa në ëndër një shkallë të mbështetur mbi tokë, maja e së cilës prekte qiellin, dhe ja ëngjët e Perëndis hipnin e zbrisnin atë. Dhe ja, Zoti ndodhej në majtë të saj dhe i tha: Unë jam Zoti, Perëndia i Abrahamit, babait tënd, dhe Perëndia i Isakut. Tokën mbi të cilën je shtrirë do të ta jap ty dhe pasardhësve të tu. Dhe pasardhësit e tu do të jenë si pluhur i tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe në lindje, në veri dhe në jug, dhe tërë familjet e tokës do të bekohen nëpërmjet teje dhe pasardhësve të tu. Dhe ja, unë jam me ty dhe do të të mbroj kudo që të shkosh dhe do të të sjell përsëri në këtë vend, sepse nuk do të braktis para se të bëj atë që të kam thënë. Atëherë Jakobit i doli gjumi dhe tha: Me siguri Zoti është në këtë vend dhe unë nuk e dija. Dhe pati frikë dhe tha: Sa i tmerrshëm është ky vend. Kjo nuk është gjë tjetër veç se shtëpia e Perëndis, dhe kjo është porta e qiellit. Kështu Jakobi u ngrit herët në mëngjes, mori gurin që kishte vënë nën kryet të vet, e ngriti si një përmendore dhe derdhi vaj mbi majën e saj. Dhe e quajti këtë vend Bethel, kurse më parë emri i qytetit ishte Luz. Pastaj Jakobi lidhi një kusht duke thënë: Në qoftë se Perëndia do të jetë me mua dhe do të më mbrojë gjatë këtij udhëtimi që jam duke bërë, në qoftë se do të më jap bukë për të ngrënë dhe rroba për të mbuluar, dhe do të kthehem në shtëpinë e babait tim në paqe, atëherë Zoti do të jetë Perëndia im. Dhe ky gur që kam ngritur si përmendore do të jetë shtëpia e Perëndis, dhe nga të gjitha ato që do të më japësh, unë do të të jap të 10. Mateo, kapitulli 27. Kur erdhi mëngjesi, të gjithë kryepriftrin dhe pleqtë të popullit bënin këshill kundër Jezusit për ta vrarë. Dhe mbasi e lidhen, e quan dhe e dorëzuan te Ponc Pilati, qeveritari. Atëherë Juda, që e kishte tradhtuar, kur pa se Jezusi u dënua, u pendua dhe u aktheu kryepriftrinëve dhe pleqëve të 30 monedhat e argjendit, duke thënë: Më katova duke tradhtuar gjakun e pafaj. Por ata thanë: Po ne që na duhet, punë për ty. Dhe ai mbasi hodhi copat e argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e vari veten. Por kryepriftrinët i morën monedhat e argjenda dhe thanë: Nuk është e ligjshme t'i vëmë në thesarin e tempullit, sepse është çmimi i gjakut. Dhe mbasi bën këshill, me këto monedha argjendi blen aren e poçarit për varrezat të huajve. Prandaj këtë are quajtën deri ditën e sotme ara e gjakut. Atëherë u përmbush ç'ishte thënë përmes profetit Jeremia që thotë: Dhe i morën të 30 monedhat prej argjendi, çmimin e atij që e çmuan, siç u çmuan nga bijtë e Izraelit.
dhe i dhanë për aren e poçarit, ashtu si më urdhëroi Zoti. Dhe Jezusi qëndroi para qeveritarit dhe qeveritari e pyeti duke thënë: A je ti mbreti i Judejve? Dhe Jezusi tha: Ti po thua. Dhe kur ai u akuzua nga kryepriftrin dhe pleqt, nuk u përgjigj fare. Atëherë Pilati i tha: A nuk po dëgjon sa gjëra po dëshmojnë kundër teje? Por ai nuk ju përgjigj në asnjë fjalë, kështu që qeveritari u çudit shumë. Por me rastin e festës, qeveritari e kishte zakon t'i lironte popullit një të burgosur, atë që ata kërkonin. Por kishin në ato kohë një të burgosur me nam të quajtur Baraba. Kur u mblodhën njerëzit, Pilati u tha atyre: Kë doni t'ju liroj? Barabën apo Jezusin që quhet Krisht? Sepse ai e dinte se atë e kishin dorëzuar nga Smira. Dhe ndërsa ai ishte ulur në fronin e gjyqit, gruaja e tij i çoi fjalë: Mos u përzieje as pak me çështjen e atij të drejti, sepse sot kam vuajtur shumë në ëndër për shkak të tij. Por kryepriftrin dhe pleqt ja mbushën mendjen turmës që të kërkonte Barabën dhe Jezusit të zhdukej. Dhe qeveritari duke u përgjigjur u tha atyre: Cili nga këta të dy doni që t'ju liroj? Por ata thanë: Barabën. Pilati u tha atyre: Ç'të bëj pra me Jezusin që quhet Krisht? Të gjithë i thanë: Të kryqëzohet. Por qeveritari tha: Po ç'të keqe ka bërë? Mirë, po ata po bërtisnin edhe më tepër: Të kryqëzohet. Por Pilati, duke parë se nuk po arrinte gjë, madje se po bëhej trazir, mori ujë dhe i lau duart para turmës duke thënë: Unë jam i pafaj për gjakun e këtij të drejti. Shikojeni ju. Dhe gjithë populli duke u përgjigjur tha: Qoft gjaku i tij mbi ne dhe mbi fëmijët tanë. Atëherë u aliroi atyre Barabën dhe mbasi e fshikulloi Jezusin, u adërzoi që të kryqëzohet. Atëherë ushtarët e qeveritarit, mbasi e quan Jezusin në pretoriumin e qeveritarit, mblodhen rreth tij gjithë kohortën. Dhe pasi e zhveshën, i vun një mantel të kuq të ndezur, dhe i thurën një kuror me ferra, ja vun mbi krye dhe i dha një kallam në dorën e djathtë, dhe duke u gjunjëzuar përpara tij e përqeshnin duke thënë: Përshëndetje o mbreti i Judejve. Pastaj e përshtyn, morën kallamin dhe i binin në kokë, dhe mbasi e përqeshën, ja hoqën mantelin dhe e veshën me rrobat e tij dhe e quan për ta kryqëzuar. Dhe duke dalë, gjetën një njeri nga Kirena që quhej Simon, të cilin e detyruan ta mbarte kryqin e Jezusit. Dhe kur arritën në vendin që quhej Golgota, domethënë vendi i kafkës, i dhan të pi uthull të përzier me vrerë, por ai mbasi e provoi, nuk deshi të pi. Por mbasi e kryqëzuan, i ndan rrobat e tij duke hedhur short që të përmbushej ç'ishte thënë nga profeti. I ndan ndërmjet tyre rrobat e mia dhe hodhën short mbi veshjen time. Dhe ulën dhe e ruanin atje. Dhe përmbi kryet e tij i vun gjithashtu shkakun e shkruar të dënimit të tij: Ky është Jezusi, mbreti i Judejve. Atëherë u kryqëzuan bashkë me të dy kusar, njëri në të djathtë dhe tjetri në të majtë. Dhe ata që kalonin andej e shanin duke tundur kokën dhe duke thënë: Ti që e prish tempullin dhe ndërton për 3 ditë, shpëto veten tënde, nëse je biri i Perëndis, zbrit nga kryqi. Po ashtu dhe kryepriftrin bashkë me skribët dhe me pleqt duke e tallur i thoshin: Ai shpëtoi të tjerët dhe nuk mund të shpëtojë veten e tij. Në qoftë se është mbreti i Izraelit, le të zbres tani nga kryqi dhe ne do t'i besojmë. Ai ka besuar në Perëndin, ai le ta shpëtojë tani në qoftë se e do me të vërtet, sepse ka thënë: Unë jam biri i Perëndis. Po ashtu e thyenin dhe kusarët që ishin kryqëzuar me të. Por prej orës e 6 u bë errësirë mbi gjithë vendin deri në orën e 9. Por rreth orës e 9 Jezusi bërtiti me zë të lartë duke thënë: Eli, Eli, lama sabakthani, të me thënë: Perëndia im, përse më ke braktisur? Dhe disa nga të pranishmit, kur e dëgjuan, thanë: Ky po thërret Elian. Dhe në ato çast, një nga ata vrapoi dhe mori një sfungjer, edhe e mbushi me uthull, dhe mbasi e vuri në majtë një kallam i ia dha për të pirë. Por të tjerët thoshin: Lëre të shohim nëse do të vijë Elia për ta shpëtuar. Dhe Jezusi duke bërtitur përsëri me zë të lartë, dha frymën. Dhe ja, veli i tempullit u shqye në 2 pjesë, nga maja deri në fund, dhe toka u drodh dhe shkëmbin u çan, dhe varret u hapën dhe shumë trupa të shenjtëve që flinin u ringjallën. Dhe të dalë nga varret mbas ringjalljes së Jezusit hynë në qytetin e shenjtë dhe ju shfaqën shumë kujt. Por kryeqindësi dhe ata që me të ruanin Jezusin
Kur pan tërmetin dhe çfarë ndodhi, u trembën shumë dhe thanë, me të vërtet ky ishte biri i Perëndis. Ishin aty edhe shumë gra që vërenin nga larg. Ato e kishin ndjekur Jezusin nga Galilea për t'i shërbyer. Midis tyre ishte Maria Magdalena dhe Maria, nëna e Jakobit dhe Joseut dhe nëna e bijve të Zebedeut. Edhe si u ngrys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea me emër Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepull i Jezusit. Ai shkoi te Pilati dhe i kërkoi trupin e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t'ia dorëzonin trupin. Dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështolli me një çarçaf liri të pastër dhe e vendosi në varrin e vet të ri që e kishte hapur në shkëmb dhe rrokullisi një gur të madh në hyrje të varrit dhe u largua. Por ishin atje Maria Magdalena dhe Maria tjetër, ulur përballë varrit, por të nesërmën që ishte mbas ditës së përgatitjes, kur e priftrinë dhe farisejt u mblodhën te Pilati duke thënë: Zot, na ra në mend se ai mashtruesi, sa ishte gjallë, tha, pas 3 ditësh do të ringjallem. Prandaj urdhëroi që varri të ruhet mirë deri në ditën e tretë, se mos vinë dishepujt e tij natën ta vjedhin trupin dhe t'i thonë popullit: u ringjall prej së vdekurish. Kështu mashtrimi i fundit do të ishte më keq se i pari. Por Pilati u tha atyre: rojen e keni, shkoni dhe siguroni varrin si të dini. Dhe ata pra shkuan dhe mbasi e vulosën gurin, e siguruan varrin me roje. Libri i Esterit, kapitulli 4. Kur Mardokeu mësoi të gjitha ato që kishin ndodhur, grisi rrobat e tij, u mbulua me një thes dhe me hi dhe doli nëpër qytet, duke lëshuar britma të forta dhe plot hidhërim. Dhe arriti deri te porta e mbretit, sepse nuk lejohej që asnjëri i mbuluar me thes të hynte te porta e mbretit. Në çdo krahin ku arritën urdhri i mbretit dhe dekreti i tij, pati një keqardhje të madhe për judejt, me agjërime, me të qara dhe vajtime, dhe shumë njerëz u mbuluan me një thes dhe me hi. Vajzat e Esterit dhe unukët e saj erdhën t'ja njoftojnë ngjarjen, dhe mbretëresha u angështua shumë. Pastaj i dërgoi rroba Mardokeut që t'i vishte dhe të hiqte nga trupi i tij thesin, por ai nuk pranoi. Atëherë Esteri thirri Hathakun, njëri nga unukët e mbretit të caktuar prej tij t'i shërbenin asaj, dhe e urdhëroi të shkonte te Mardokeu për të mësuar se ç'gjë e brengoste dhe për ç'arsye. Kështu Hathaku shkoi te Mardokeu në sheshin e qytetit që ndodhej përballë portës së mbretit. Mardokeu i tregoi tërë ato që i kishin ndodhur dhe përmendi gjithashtu shumën e parave që Hamani kishte premtuar të derdhte në thesarin mbretëror për të siguruar shkatërimin e judejve. I dha gjithashtu një kopje të tekstit të dekretit që ishte shpallur në Suz për shfarosjen e tyre, me qëllim që t'ia tregonte Esterit, t'ia shpjegonte asaj dhe ta urdhëronte të shkonte te mbreti për ta lutur me të madhe dhe për të ndërhyrë pranë tij në favor të popullit të tij. Kështu Hathaku u kthye te Esteri dhe i njoftoi fjalët e Mardokeut. Atëherë Esteri foli Hathakut dhe e urdhëroi të shkonte e t'i thoshte Mardokeut: tërë shërbëtorët e mbretit dhe populli i krahinave të tij e din që cili do burr ose grua që hyn në oborrin e brendshëm për të shkuar te mbreti pa qenë i thirrur, duhet të dënohet me vdekje në bazë të një ligji të veçantë, veç po të jetë se mbreti shtrin ndaj tij skeptrin e tij prej ari, vetëm kështu ai do të shpëtojë jetën e tij. Dhe kaluan tani më 30 ditë që nuk jam thirrur për të shkuar te mbreti. Kështu ja njoftuan Mardokeut fjalët e Esterit, dhe Mardokeu ju përgjigj Esterit: mos mendo se do të shpëtosh vetëm ti nga gjithë judejt, sepse ndodhesh në pallatin e mbretit, sepse po të jetë se ti hesh në këtë çast, ndihma dhe çlirimi do të vinë për judejt nga një tjetër anë, por ti dhe shtëpia e atit tënd do të shuheni. Përveç kësaj, kush e di nëse është pikërisht për një kohë të tillë që ti ke arritur në pozitë mbretërore. Atëherë Esteri urdhëroi t'i përgjigjeshin Mardokeut kështu: shko, mblidh tërë judejt që ndodhen në Suz, dhe agjëroni për mua. Rrini pa ngrënë dhe pa pirë 3 ditë, natë e ditë. Edhe unë me vajzat e mia do të agjërojmë në të njëjtën mënyrë. Pastaj do të hyj te mbreti. Megjithse një gjë e tillë është kundër ligjit, dhe në qoftë se duhet të vdes, do të vdes. Mardokeu iku dhe bëri të gjitha gjërat që Esteri kishte urdhëruar. Veprat e apostujve, kapitulli 27. Dhe si u vendos që ne të lundrojmë për në Itali, Pali dhe disa të burgosur të tjerë ju dorëzuan një kryeqindësi me emrin Jul, i kohortës Auguste. Hipëm në një anije nga Adramiti,
që duhej të kalonte nga portët e brigjeve të Azis dhe u nisëm duke pasur me ne Aristarkun, një Maqedonas nga Thesaloniki. Të nesërmen arritëm në Sidon, dhe Juli, duke u treguar njerëzor me Palin, i dha leje të shkojë te miqtë e vet që të kujdesen për të. Pastaj si u nisëm prej andej, lundruam poshtë Shqipros sepse erërat ishin në të kundërt. Si e kaptuam detin e Kilikis dhe të Panfilis, arritëm në mirë të Likis. Dhe atje kryeshindës i gjeti një anije të Aleksandris që shkonte për në Itali dhe na futi në të. Edhe duke lundruar nga dalë për shumë ditë, mezi erdhëm drejt Knidit, sepse nuk na linde era të afroheshim. Atëherë lundruam poshtë Kretës drejt Salmonit. Dhe duke lundruar me shumë vështirësi për brigjeve të saj, erdhëm në një vend që quhej Limanet e Mirë, pranë të cilit ishte qyteti Lasea. Dhe duke qenë se kishte kaluar mjaft kohë e lundrimi ishte bërë i rrezikshëm, sepse edhe koha e agjërimit tashmë kishte kaluar, Pali i këshilloi ata duke u thënë: Burra, unë po shoh se lundrimi do të bëhet me të hequr keq dhe me dëm të madh, jo vetëm për ngarkesën dhe për anijen, por edhe për jetët tona. Por kryeshindësi kishte më shumë besim te timonieri dhe te i zoti anijes se sa në ato që thoshte Pali. Dhe duke qenë se ai liman nuk ishte i përshtatshëm për të dimëruar, shumica që e mendimit të niseshin prej andej që të arrinim, po të ishte e mundur, në Fenike, një liman i Kretës, që sheh nga jug perëndimi dhe veri perëndimi, dhe aty të kalonim dimrin. Dhe kur filloi të fryj lehtë juga, menduan se mund të realizohej qëllimi i tyre, i ngritën spirancat dhe lundruan afër brigjeve të Kretës. Por pak më vonë, shpërtheu mbi ishull një erë vrullshme që e quajnë Euroklidon. Duke qenë se anija u rrëmbye pa qenë në gjendje të qëndronte erës, u dorëzuam. Si kaluam me të shpejt poshtë një ishulli të vogël që quhet Klauda, mezi arritëm ta vëmë nën kontroll sandallin. Dhe mbasi e ngritëm në bord, detarët përdorën të gjitha mënyrat për ta lidhur nga poshtë anijen dhe nga frika se mos ngecin në cektinat ranore të Sirtës, i ulën velat dhe kështu shkonin andej këndej. Por mbasi fortuna na vuri përpara me forcë, të nesërmen hodhën ngarkesë. Dhe ditën e tretë hodhëm me duar tona pajisjet e anijes në det. Dhe duke qenë se prej shumë ditësh nuk dukeshin as dielli, as yjet dhe fortuna po tërbohej, na humbi çdo shpresë shpëtimi. Edhe mbasi mbetëm shumë kohë pa ushqim, Pali qëndroi në mes të tyre dhe tha: O burra, po të më kishit dëgjuar dhe të mos ishit nisur nga Kreta, do të ishim shmangur kësaj të keqeja dhe këtij dëmi. Dhe tani ju këshilloj të keni guxim, sepse asnjë jetë nga ne nuk do të humbas, përveç anijes. Sepse këtë natë mu shfaq një ëngjëll i Perëndis, të cilit unë i përkas dhe të cilit unë i shërbej, duke thënë: Pal, mos ki frikë, ti duhet të dalësh para Cezarit, dhe ja Perëndia ty ti ka falur të gjithë ata që lundrojnë me ty. Prandaj o burra kini guxim, sepse unë besoj Perëndin se do të ndodhë pikërisht ashtu siç më tha. Edhe duhet të bijem në ndonjë ishull. Kur u bë nata 14 që po kalonim andej e këndej në detin Adriatik, aty nga mesi i natës detarët patën përshtypjen se po i afroheshin një toke. Dhe si hodhën matësin e thellësisë, gjetën 20 pash thellësi. Pastaj pak më tutje e hodhën përsëri matësin e thellësisë dhe gjetën 15 pash. Atëherë, nga frika se mos përplaseshin kundër shkëmbive, hodhën nga kiqi 4 spiranca dhe u lutën që të bëhej ditë. Por duke qenë se detarët kërkonin të arratiseshin prej anijes dhe po e ulnin sandallin në det, gjoja për të hedhur spirancat nga bashi, Pali u tha kryeshindësve dhe ushtarve: Po nuk qëndruan këta në anije, ju nuk do të mund të shpëtoni. Atëherë ushtarët i pren litaret e sandallit dhe e lanë të bjerë. Dhe derisa të bëhej ditë, Pali i nxiste të gjithë të hanin diçka duke thënë: Sot është e 14-ta ditë që duke pritur jeni të uritur pa ngrënë asgjë. Prandaj ju lutem të hani diçka, sepse kjo është për shpëtimin tuaj, sepse asnjërit prej jush nuk do t'i bjerë as fia e flokut. Por si tha këto, mori bukë, e falenderoi Perëndin përpara të gjithëve dhe si e theu, filloi të hajë. Atëherë të gjithë si morën zemër, morën edhe vetë ushqim. Dhe në anije ishim gjithsej 276 shpirtra. Dhe si u ngopën me ushqim e lehtësuan anijen duke hedhur grurin në det. Dhe kur u bë ditë, nuk e njihnin dot vendin,
por vunëra e një gji me breg dhe vendosën po të mundnin ta nxjerrin anijen aty. Dhe si zgjidhen sperancat i lanë në det, duke zgjidhur në të njëjtën kohë litarët e timonëve, dhe si e ngritën velën e ballit nga era, u drejtuan për te bregu. Por, mbasi ranë në një cektin që kishte det nga të dy anët, anija ngeci dhe mbeti me bashin të zënë të palëvizshëm, ndërsa Kiçi po shkallmohej nga furia e valve. Por ushtarët bënin këshill t'i vritnin robërit që asnjë të mos ikte me not. Por kryeqindësi, duke dashur të shpëtoj palin, pengoi planin e tyre dhe u dha urdhër atyre që dinin të notonin, të hidheshin të parët në det dhe të dilnin në tokë. Dhe të tjerët, kush mbi dërrasa, kush mbi pjesë të anijes, dhe kështu ndodhi që të gjithë shpëtuan në tokë.